الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين على رسولنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falenderojmë Allahun e Madh që meriton të falenderohet, që na ka bërë musliman. Falenderojmë Allahun që na ka dhënë jetë në këtë Ramazan të madhrojmë dhe të agjerojmë, me shpresë që Allahu të na shpërblen me atë që na ka premtuar. E lutim Zotin e Madh që agjerimin tonë dhe ibadetet Allahut i pranon. Pastaj gjuha dhe zemra më e mirë është zemra dhe gjuha që çon salate dhe selame mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Xhamati i pranishëm në këtë ditë Ramazani, në këtë moment në xhami, jemi mbledhur së bashku të shtojmë besimin, imanin ton, duke këshilluar njëri tjetrin dhe duke marrë mësime nga Kurani dhe Sunneti i pejgamberit alayhis salam, dhe kjo është bereqeti i Ramazanit. Omeri radiallahu anhu i tha sahabëve: "Hayya najlis wa nazdadu al-iman." Hajde të ulemi dhe ta shtojmë imanin. E normal, imanin në xhami duke marrë mësime nga Kurani dhe Sunneti është stacioni i privilegjuar që muslimani me mush zemrën me iman, mendjen me dituri, me shpresë që Zoti më na shpërbly, inshallah Allahu na shpërblen së bashku gjithëve. Sot do të ndajmë një temë pak më ndryshe se tjerat. Deri tash kemi fol për gafletin e zemrës, e mendjes, për llojet e disa ibadeteve. Sot do të folim për një emanet që Allahu na ka dhënë, dhe atë emanet duhet ta menaxhojmë me fe, me argument. Edhe është emanet që jep kuptim jetës. Kur thot Allahu në Kur'an: "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard", ne ju kemi dhënë juve emanetin, ja kemi dhënë tokës e qiellit, për fejen bën fjalë, e kanë refuzuar edhe toka dhe qielli. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. Njeriu e mor. Prandaj njeriu e ka pranuar këtë fe dhe këtë emanet. E emanet, kanë thënë ulemaja, çka është emanet? Është fjala e Zotit. Emanet është fjala e profetit alayhis salam. Emanet është çdo urdhën që urdhon Allahu me praktiku dhe çdo ndalesë me largu. Ama ne kemi disa emanete karshi Zotit që janë namazi, agjerimi, ashtu me radhë. Po e kemi një emanet karshi vetvetit, që këtë trup e ke prunë në xhami mi bëj ibadet Allahut, me zemër dhe me trup e madhrojmë Allahun. Emaneti karshi Allahit, emaneti karshi vetvetit, edhe është një emanet karshi tjerëve. A emanet që ka po du me folë sot është emaneti karshi e vladit. Se këtu e rrok emaneti karshi shoqërisë në përgjithësi. Po ne po folim për në shoqëri, s'ka dikush që e don dikush më shumë se evladin e vet. E prandaj nëse Allahu na ka dhënë evladin emanet, kush të mëson ty dhe mu me menaxhue evladin në rrugë të hajrit, dhe a ka kuptim jeta me evlad të sherrit ose të devijum. Se këtu ka tema që mund të shtjellon edhe më gjatë. Prandaj evladi pas sardhës janë kuptimi i jetës që e stolis këtë dynja, që Allahu e quan evladin zinet, stolin këtë dynja. Edhe thot: "El malu wal banun zinatul hayatid dunya." Malli dhe evladi janë stolis kësaj bote. Ama për dikan është stoli, ama për dikan është fitne. Për dikan evladi ja prish gjumin gjithë natës. Ama dikush evladin se ka në kontrol. Ama dikush evladin se ka në udhë Zotit. Ama dikush se ka evladin me agjerim dhe se ka në xhami. Ama dikush evladin se ka në shkollë. Dikush evladin se ka me tërbije. E dikush. Prandaj, nëse Allahu na ka dhënë shumë mirësi, prej shumë mirësive të ka dhënë evlad, atëherë që këtë evlad, që këtë emanet, Islami na mëson ty dhe mu se çysh mu kujdes për këtë emanet.
Ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar Allahun, ku anfusakum, ruani veten u ahlikum dhe familjen tënde. Shoqëria e shnosh është kur ne I edukojna fëmijët e ta në rrugë të Zotit, kur na I çojna ata në shkollë, kur na I çojna ata në xhami, kur na për ata kujdesemi për moralin dhe nderin e tyre, kur na ja kallëzojna rrugët. Nëse ti kujdesesh për fëmijën 2 vjet, alas s'ja ka nis me hec më stërzohet. Pse? Pethen krahin, pethen dorën, zemra dhem se po tërzohet fëmija. A dhem zemra se gjalin e kije në kafe, tu pi alkohol. A dhem zemra se gjalin se ki në xhami në herë. A dhem zemra se ti e në xhami, a gjalin se ki në xhami. Allah I udhëzoft e vlad të tonë. Prandaj, o vlezër, e vladi është 2. Ja është fitne, ja është zinet, stoli. Cilës? E prandaj, po filloj për vete, që dikush mos ta merr se jemi tu kritiku, jemi tu këshillu. Pse baballarët e tonë kanë pas gajnë dhe kanë bërë shumë dua për evlatët e tyre. Ne ja zgjësojna. Kur s'mbram ti herë ke bërë dua, Allahin më thon, o Allahu udhëzoje djalin tënd. Kur je qenë gjithë natës më thon, o Zot, që këtë evlat që Allahi më ke sprovu me ta, o Allahu udhëzoje. Po ndoshta çaja dua të mungon ty. Se kanë herë ti munosh, Nuhi alayhis salam u kon pejgamberi I Zotit. A s'u kon jaft Nuhi alayhis salam? 950 vjet e ka thirr djalin e vet. S'ka pranu. Edhe përfundoi si jo besimtar. Udhëzimi ndër Zotit. Unë jam të fol si prind. Nëse Allahu na ka dhënë evlat, a japmi hakin e evladit. A kemi qëllim ta menaxhojmë? Edhe që ky evlad realisht ato na bën zinet, stoli e kësaj jete, është sprov dhe fitnë e kësaj jete. Prandaj Islami të mëson për murujt prej fitnës së evladit, që thot Allahu se është fitnë, është shpifje, të largon prej ibadetit. Shumë njerëz dhe baballar çat shumë janë lodh prej telasheve të fëmijëve të tyre për shkak se nuk ja kanë dhënë hakin evladëve të tyre. Prandaj pleqët e tanë, baballarët e tanë e kanë pas gajlen po hoq, s'kan pas ve as doktoratura, as magistratura, ama kur nuk është nal për I duave, birjem, hajde shkojnë në xhami, mos e ban ketë, mos e ban atë. Vazhdimisht ajo pjesa e kajmakut, tërbijes, pleqëve tanë, jo me shkollë, po me dëmshmëri, me lutjet sinqert Zotit, kanë prodhu gjeneratat që ne sot jemi bereqeti aty. E tash në gjeneratat e ardhshme, cila gjenerat është më e mirë? E vjetra, e mesmja apo e reja? Cilët kanë marrë më shumë? Gjenerata e re, e mesme apo e vjetra? Cilët janë më të përkushtuar në moral dhe në takvallëk, në devotshmëri? E dini përgjigjen, hisë po ja përgjigjen. Prandaj, me edukimin e fëmijëve na synojmë me madhru Zotin. Sikur që është me fal namazin, farz, shart për sharteve të Islamit, mi thirr njerëzit në punë të mira është obligim për çdo musliman, ama obligimi për me thirr këtë dynja një herë dush me thirr vladin tanë në fe. Dhe me eduku dhe kjo synimi që ne e madhrojmë Allahun, duke lanë mëkambës, duke lanë trashëgimtar që e madhrojnë Allahun, edhe mas vdekjes tonë me thonë, Rabbana gfirli, wali walidayya, walil mu'minina yawma yakun hisab. O Allah falë mu, prind të mi, po nëse vladi jot nuk falet, ai sot s'ban dua për ty. Prandaj, I thojnë reciprocitet. Nëse ti ban dua për evladin, është prej faktorëve që Allahu do ta udhëzon. Mos e harro duan kur për evladin. Thuaj o Zot, udhëzoj evlat të tonë, se ndonjëherë I merr maksimum se vepet. Të mungon mu duaja sinqert. Duaja tek Zoti I Madh. Kemi shumë shembe në histori që kanë ndodhur që duaja e kanë ndru raportin dhe edukimin ose busollën e evlatëve të tyre. Prandaj shtone shumë duan. E dyta, siç fëmia që e ka obligim me respektu prindin, babën edhe nanën, ama nuk ngon kur evladit derisa ti nuk e ke mbjell edukatën. Haki I evladit ndaj babës është e dyta. E para është haki I babës edhe I nanës ndaj evladit. Se ti ke ardhi parë në dynjë.
Ti je shkak për ardhin e atij në dynjat, dhe ti e ke emanet dhe sy të dritës që duhesh me rujt e vladin me lutje. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'al lil muttaqina imam. O Allah na jep gratë të ndershme dhe evlat të hajrit. O shpej duave, o Zot, çfarë herë evlat, dhurriyat, gratë të ndershme, pastaj evlat të hajrit, edhe na ban neve pris të hajrit, të drejtë. Prandaj muslimani e ka obligim mu kujdes për evladin para se mu kujdes evladi. Është reciprocitet. Nëse ti kujdesesh dhe edukon evladin tënd, pastaj evladi jot ka më të eduku ty dhe ka më të nderu dhe respektu. Prandaj çka duhet me bë? Çka duhet me bë muslimani? Muslimani në kësi raste do të më qenë vigjilent dhe me nda kohë dhe energji. Nëse kujdesesh për kapitalin dhe mallin tënd, mos me hi një hajduk më ta vjedh. Në shumë jemi të sigurt, edhe shkojnë në një pjesë e madhe muslimanëve e sigurojnë kapitalin nëpërmjet kompanive të sigurimit. Pse? Mos pia vjedh dikush mallin. Ama ju ka shku mendja në herë se dikush ato ta vjedh e vladin shpejt. Ashtë ja vjedh mendjen, psikologjinë e vladit tanë. Ashtë ja vjedh moralin e vladit tanë. Atë ka shku mendja, cila është më e shtrenjtë, mallin më të hup apo e vladin më të hup? Unë e di si çdo sen ka çmim në dynjat. Edhe malli, edhe shtëpia, edhe pasuria, edhe kompania. Ama a ka dikun çmim e vladit? Sa kushton një evlad? Sa kushton çmimi i evladit të udhëzuar? S'përshkruhet. Prandaj Allahu na dha evladin dhe Islami kujdeset për ngritjen e shoqërisë, duke u kujdes na me eduku evladin ton në rrugën e hajrit, në rrugën e Kuranit dhe Sunetit e pejgamberit, duke u lut e para Zotit, dhe e dyta duke e kry obligimin, duke shpenzu kohë dhe energji për me drejtu dhe mi dhënë kahjen e vladëve tonë. Jo se cili dikush thot hoxh, çka më bë, këtë hoxhallar se nevojnë. Feja nuk thot këtë mi bë hoxhallar. Ne kemi nevojë për mjek. Ne kemi nevojë për inxhinier musliman. Ne kemi nevojë për musliman të suksesshëm që janë shumë të mençur. Dhe unë vetëm një kënaqësi time personale po tregoj. Për natë kemi qenë me një iftar me 45 dikun specialist gjithë musliman shqiptar të rojëve tonë. Iftar, i vetëm unë kam qenë hoxh. Krejt tjerë specialista, hirurga të kategorisë më të lartë specializuar. Ishte një kënaqësi shumë e madhe dhe ja thash një pjesë të ajetit. Thash ka thonë Allahu në Kur'an, kush e shpëton një jetë të një muslimani, të një njeriu, sikur me shpëtu gjithë jetën. Edhe më shkoj mendja, hajde një 30 vjet të mas. A kena pas musliman shqiptar në të rojet tona, ja të Gorani, ja të Zorani. Ama gjithë ata ishin specialist, a di shka ke kënaqësia më e madhe. Gjithë ata ishin në iftar, a di shka ishin kënaqësia më e madhe. Gjithë ata ishin në pas iftarit në sejdë. Ama dikush i ka udhëzu ata. Ata përveç që janë mjek, specialist që largojnë dhimbjen e trupit të shoqërisë tonë dhe brengat dhe telashet, dhimbjet e trupit, ata e kanë mision, ata e kanë pjesë të emanetit se prindët e tyre i kanë shkollu. Ku ka privilegj më të madh si mi pas mjek të tonë musliman, burra të mirë të udhëzuar. Edhe ishte një ndjenjë që nuk u përshkrujke, u përjetojke, dikush ka punu me ata djemë. Ama para 30 viteve nuk kemi pas kësi kategorie. E ne kemi nevojë për qësi djemë. Është radha e tretë, do ta përmendë, selam pa e përmendë. Një nan e sprovu me kancer. Për një moment fazë të 4 metastazës, nuk i diun ato diagnozë. Edhe kërkohet, jo afrohet operim me qunë Turqi, se në Turqia është e përparume. Kosta e saj 30.000, 40.000 euro, ku ta diun, Opcioni 2 në spitalin shtetëror, opcioni 3 një doktor në Tetov. Një doktor po them në Tetov, një doktor 5 vakti namaz, një doktor haxhi, një doktor humanist, një doktor ekspert
pa tham nivelit botëror ka marrë pjesë në për studime, në për Kina, në për vende të ndryshëm, hirurg torakal, që nga unë se kum di çka është ajo. Edhe i tham, o doktor Visar, Allah i dha shnet, pe përmeni me emën, me bë dua për ta dhe për gjithë doktorët. Thash, e kemi një hall kështu, thash, ata çojna në Turqi apo ata çojna në klinik? Tha, o hoç ta bjerë te unë se bashkë për te unë është. Edhe i thojna kësajna, a ban të çojna në Turqi, a do në spital te Gorania, te Zoranin, spitalin shtetëror, apo o hoç ta, qom se Allah i ma ka dhënë jetën, Allah i na merr jetën, qom te doktor Visari se e di ku t'hin sall hin me bismillah. Edhe hinin sa, u kry operacioni me asgjë, heq, ka përcej me zero. Dulën rezultatet pozitive. Bindja, e na të folë për djemë të shkollum, e na të folë për djemë musliman. E nësa gëzoni për një sukses të një doktori, 30 doktorave, 40 doktorave, para mendoj me pas në një kuadër të rinis ton, të shkollum, të bronzhave të ndryshëm. Ama do babalar, çka i kiti? Djalin vallai e ka syt për mjek, çoje. Ky psikolog, çoje. Ky ekonomist, çoje. Ky hoxh, çoje. Për çka është? Për çata çoje. Ç'ky është profesor i mirë, ç'ky është arsimtari më i mirë i shkollës. Ama ne kemi nevojë për arsimtar që kanë karakter, që kanë moral, që kanë dëmshmëri, që kanë emanet të vladin tonë edhe në shkollë ta mëson. E kur kemi na kësi standardi, atëherë shoqëria veç ndryshon. Prandaj Islami nuk është fe individuale, veç ti me këshir veten, unin tem edhe tamam. Prandaj duhet me da kohë, duhet me da energji dhe me ia drejtu, me ia dhënë kahjen e vladëve tonë për shkollim. Kanë thënë njëri prej ekspertëve të edukimit, e ka emrin Abdurrahman Albani, është një prej ekspertëve që i ka trajtu këto, ka bëhu lumtime shkencore për edukimin e fëmijëve. Thot kujdesi për mbrojtjen e natyrës të pastër të fitretit. Shpesh herë na, a ke pa fëmia, si është i vogël, mini herë, çka të nin në rrethin e parë, çka ban? Çfarë të fjalë i fol. Na gëzomi kur shan fëmia. Pa i s'ka në xhami me ngut shajtën, e ka ngu babën ose nanën, ose dikan në rreth. Prandaj do të mjarujt fitretin e fëmijëve që veshi i tij mos me konsumu fjalë të këqija dhe të ndyta. Syni i tij mos me pa pislliçe, po me pa senet natyrshme. Sa ajo ka fitretin e pastër, natyrshmërinë e pastër. Prandaj elementi i parë i edukimit është rrethi, po një fëmijë që rritet në xhamin, me këtë plot kemi. Allah i dha shnet Hafiz Abdul Kerimit. Plot fëmijë ka 8 vjet, 10 vjet, 9 vjeçar hafizin e Kuranit, hafizllëk i Kuranit. Sa janë edhe tjerë, plot 4-15 janë çdo gjithë ditën vijnë. Pra më luishin në parabor, ama dikush i ka prur në xhami. E më nejt çto dhe më nejt me një vend ku është dallash, nuk është nisaj vallë. Prandaj në psikologjinë e fëmijës, edukimi fillon me lutje, me kujdesin e ambientit në shtëpi që prindi me daj kohë dhe energji, pastaj mi kriju ambient argëtues që ai të tërhiqet edhe të mëson sene të dobishme. Investimi i dytë është investimi që është shumë i rëndësishëm, se këto janë tema që duhet trajtohen gjanë dhe gatë, po do të mundona me përmbyll me 3-4 pika të fundit. Është investimi i besimit dhe i edukatës fetare. Ti mundesh më kon doktor i mirë, ti mundesh më kon inxhinier i mirë, ti mundesh më kon profesor i biologjisë, i fizikës, i kimisë, ama nisen ti nuk e ke studiu moralin dhe karakterin. Këti kia mo karakter dhe moral s'ki, s'na duhen edhe kësi. Nuk na duhen njerëz të diplomum pa karakter dhe pa moral, ama që ky karakteri dhe morali bëhet kur ai djali, ai vogli, apo çka ardh në xhami, pi çatëherë instalohet ai energjia pozitive, morali dhe karakteri. Ne kemi nevojë dhe kuadrat që e përmenda më herët, të shkollum, po në mrena, në esencë, në shpirt dhe në zemrën e tyre dhe në mendjen e tyre, me pas karakter, me pas dinjitet, me pas moral, me pas fiksionimin e lartë që secili që e ka ndonjë profesion, ajo realisht është emanet karshi Allahut me dhon që e kemi emanet pastaj shoqërinë në përgjithësi. Dhe investimi i rëndësishëm është investimi i edukimit ose i moralit, i karakterit. Po, unë kam qef mburna me fëmijët e mi ose ti me fëmijët e tu që i shkollojna, po të njëjtën kohë çdo herë duke ia dhënë dozën më të madhe që e më gjallë, ajo është doza e besimit dhe doza e moralit dhe karakterit. Po shumë gabim në format edukative, pjesa e tretë që e përmend ky
ky eksperti I edukimit të fëmijëve, thotë është gabim është me që unë jam hoxha dhe du me që djalin tem me bë hoxh. Gabim është. Nëse djali jam nuk do më bë hoxh, nuk ban mja imponu me zor me bë hoxh. Do na me bë musliman të mirë, ama jo hoxh të mirë, se s'në bëhet ai. Ai nuk e ka talentin e zhvilluar. Secili ka, e keni pa në shkollën e Evropë, I selektojnë pi shkollës fillore të mesme, ky është për zanat, ky është për këta. Ky miniher arsimtar, profesor, ja shet psikologjien e fëmijës se për çka është. Po nëse ti si fëmijë nuk ja din talentin, si prind nuk ja din talentin fëmijës tan për çka është, kjo me zor do me bë. O vëlla, Allah e ka heratis çoban më kon, mos e bën ata profesor. Nuk është, ai është për çoban, nuk është nënçmim më kon çoban. Se çobani ka përgjegjësinë e vet, atë është mision, është profesion. Ose tregtar, ose ku ta diun ashtu me radhë. Dobitë e edukimit e para, se zgjatëm sot. Dobia e parë është se fëmia sjell lumturi prindit në dynjat, kënaqet prindi, baba dhe nana, kur e shef një fëmijë të sjellshëm, të shkolluar, I cili është I suksesshëm në jetën e tij, në karrierën e tij vazhdimisht, edhe është një prej kapitalit më të lumtur që jep lumturi. Para mendon e dikush I ka miliona, ka shnet, ka pallat, ka pushtet, s'ka fëmijë hiç. Allah I dha atë me që s'kan. E ata që I kanë, Allah I udhëzon gjithë. Prandaj kuptimi I jetës së mirë është me pas evladin e hajrit shkolluar me karakter, me fe, me moral, edhe kjo është që I sjell dobi prindit, edhe rahati familjes dhe shoqërisë. Kur ti, kiti kena fëmijët e hajrit, super. A e dini që ndo lagje, për shembull, ka shumë drogë. Edhe ka njeri që e dinë ana, po. Ka lagje, një mahall është krejt këqi, ose shumica, illa men rahimallah. Ama unë e maj men, para 20 vjetëve, 15 djemë të ri kanë vdek pisha se lagjes. Pyetja është, a I kanë fajt djemët? I kanë babalartë. Atë në tri, ka gabu. Allah I pas falë gjithë, gjëna është. Unë jam të folë, mos kujdesi, pse jam të përmen këtë punë? Jam të përmen, nëse ty të rrezikohet jeta e fëmijës tanë, e devijimit, ose udhëzimit fëmijës tanë, merre hik pi aty. Zgjedhë shoqërinë e mirë. Pse? Se e vladi I hajrit, me tërbije, me fe, me moral, me shkollë, ta ban jetën e lumtur në dynjat, jo, ta ban jetën edhe të lumtur edhe në ahiret ngrit në pozita të larta në xhennet. Fëmia I edukum I sjell dobi jo vetëm ty, I sjell shoqënisë. Njeriu nuk bëhet mjek për veti. Unë e kam bërë djalin doktor, më shno. Jo, e shnon shoqërinë. Unë e baj djalin hoxh me udhëzu shoqërinë. Unë e baj mësues, profesor, pedagog, psikolog, me udhëzu dhe me shkollu shoqërinë tonë. Prandaj, nuk është interesi individual se unë e kam bërë djalin ose ti e ke bërë djalin çështu. Jo, ti e ke bërë për shkak shërbimit të shoqërisë që ja bën. Prandaj, në aspektin e sigurisë, fëmia I edukum ka dobi edhe në aspektin e moralit, edhe në aspektin e ekonomisë, edhe të arsimit, edhe të politikës. Edukimi I fëmijës ndikon në formimin e shoqërisë të mirë dhe të shnosh. Dhe kjo është sot Evropa krizën më të madhe e ka, sot Evropa krizën më të madhe ka se s'ka histori. Ka qenë më shumë se sa fëmijë. Edhe ato nuk e trajtojnë, nuk e ndjejnë dëmshmërinë sikur na që e ndjejmë. Ato janë të ftoftë se feja në çashtu e kanë. E feja jonë neve na mëson që nuk ban me dhon kryet me qira, me menu sikur të tjerë, po mu eduku ku anfusakum wa ahlikum nara. Ruje veten dhe vladin pe zjarmit të xhenemit. Allah I rujt ja rabbel alamin. Shoqëria I mirë sjell thash dobi edhe në ahiret dhe e ngrit bereqetin. Shpesh herë vjen do mirësi se djali atë ka bënë të mirë. Edhe thojmë çka? Halal be I koft. Allah I dha shnet haxhi filanit. I ka gjemt si drita. Mashallah, gjemt e filani shumë të mirë. Bojnë dua njerëz. Allah I t'jep bereqet. Për shkak duave të mirësive se ti ke I bë mirë me djemt kanë bë mirë jashtë, Allahu t'jep të mira dhe I shton të mira. Unë spesgjati sa do të vazhdojmë me këtë temë inshallah në dersin e ardhshëm. Elusim Allahun e Madh që Allahu t'na jep shëndet, jetë edhe evlat të xhairit ja rabbel alamin. Elusim Allahun e Madh që Allahu t'i udhëzon në rinin ton e baballar zgjohen prej xhumit,
që t'i edukojmë fëmijët e tonë në rrugën e khairit, në rrugën e Kur'anit dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun që Allahu t'i pranon ibadetet tona. Hadha wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.